Jam në studio me zotin Endri Tafani, analist, për të diskutuar mbi zhvillimet gjeopolitike. Zotin Tafani, kemi parë një vit të vrrullshëm, fakt, ku disa vatra tensioni që kanë qenë të vazhdueshme kanë shpërthyer, kemi Venezuelën, kemi gjithashtu dhe Iranin. Çfarë po ndodh realisht? Ne që mbase nuk e njohim shumë mirë gjeopolitikën, mund na duhen se ato zhvillimet e viteve të tjera. Ka ndryshime këtë vit me këto zhvillime apo janë vërtet të rëndësishme? Po, zhvillimet janë të rëndësishme, për sa i përket sidomos rasti i Venezuelës, që është më sepse Irani është një, le të themi, është një vatër e nxehtë e cila ka qenë prej vitesh vatër e nxehtë. Ajo që është e re në këtë rast është rasti i Venezuelës, në të cilin ke një ndërhyrje që teorikisht është ose ligjërisht është shkelje e asaj që është karta OKB-s, pra e sovranitetit, por në krau tjetër është një ndërhyrje e cila është mirëpritur nga populli i Venezuelës. Pse është e rëndësishme? E rëndësishme është në planin ndërkombëtar për sa i përket pjesës së drejtës ndërkombëtare, pra tani kemi një precedent në të cilin një shtet mund të vijë dhe mund të ndërhyjë, domethënë të shkelë sovranitetin, pavarësisht pjesës nëse është legjitim apo jo Maduro, apo është, po themi, është mirë apo është keq, për mendimin tim është mirë që një diktator domethënë të largohet. Problemi është tek principi i të drejtës, pra i sovranitetit, i shkeljes së integritetit territorial të një vendi. Dhe një precedent që përdoren në vende të tjera, po thonë? Dhe kjo fatikisht ka ndodhur më përpara, pra ti ke rastin e Rusisë, e cila e ka bërë këtë ndërhyrje, ka bërë ndërhyrje në Gjeorgji, ka bërë ndërhyrje në Ukrainë, në Çeçeni më përpara, pra e ka shkelur këtë drejtë ndërkombëtare. Po fakti që kjo tani ndodh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në cilën në një farë mënyrë kanë qenë ata që kanë qenë faktor stabiliteti dhe promovuesi i disa parime të drejtave të OKB-s, është ajo që është e reja në këtë rast. Dhe është diçka e cila ka për të rënë pasojë edhe më vonë, kam përshtypjen. Pastaj, për sa i përket pjesës tjetër të strategjisë, pse u futa dhe apo pse ishte e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, kjo ndërhyrje ka disa vektorë, domethënë. Është çështje nafte apo gjeopolitike apo të dyja bashkë? Ka të dyja bashkë, domethënë duhet kuptuar roli i Venezuelës. Pra Venezuela ka pasur një, po themi, një rol të veçantë për shkak të mënyrës se si ka rrjedhur ngjarje, sidomos nga periudha kur ka ardhur Chavezzi, domethënë në 1999 Chavez ka ardhur në pushtet aty. Venezuela më përpara ka qenë një nga vendet më të pasura në Amerikën Latine, po edhe në botë, për sa i përket të ardhurave për person. Dhe pro-amerikanë. Dhe ka qenë në vitet 50-60, për shembull, ka qenë më e pasur edhe se Zvicra, apo se Franca, apo se vende tjera. Domethënë të ardhurat për frym plus pasuria që ishte krijuar aty, domethënë ishte jashtëzakonisht e madhe. Pastaj filluan dhe në ato kohë kanë qenë kompanitë amerikane të cilat shfrytëzonin fushët e naftës, domethënë Exxoni, Chevron, pra ishin disa kompani që edhe e zhvilluan industrinë nxjerrëse dhe përpunuese të naftës së Venezuelës. Vitet 70 filluan, 60-70 filluan të vinin socialistët në pushtet, që filluan në një farë mënyrë të ndërhyjnë në ato që ishte të naftës, dhe në 99 pastaj erdhi Chavez, i cili ishte një neomarksist, domethënë, që filloi me një politikë shtetëzimesh. Në 2008 ka shtetëzuar sektorin e naftës, duke futur shtetin aty si mazhoritar, pra në kuotat e kompanive. 2 kompani amerikane nuk e pranuan këtë gjë dhe hodhin gjyq, fituan të drejtën, $12 miliardë detyrohet që Venezuela t'ia paguajë këtyre kompanive. Një kompani pranoi që të vazhdonte me këtë kushtet e reja, Chevroni, pra është aktualisht duke punuar në Venezuelë. Por ajo që ndodhi në këtë rast ishte që deri duke kaluar në menaxhim të shtetit, filloi të binte, po themi, dhe produktiviteti edhe, po themi, të ardhurat nga nafta. E sidomos në momentin kur nafta në 2008 ose 2009, kur ka qenë koha e krizës financiare, kishte një çmim të lartë, ishte $100 për fuqi. Pastaj filloi të shkonte drejt 50, dhe kjo ishte goditje goxha e rëndë për ekonominë e Venezuelës. Dhe përveç kësaj, menaxhimi në ana e shtetit aty degeneroi ato që ishin fushat naftëmbajtëse, dhe deri dalë Venezuela kaloi nga prodhimi 3 milion fuqi në ditë, kaloi dhe tani aktualisht është në 1 milion fuqi në ditë, pra i ka rënë Sa i rëndësishëm është si produkt global? Nuk është shumë i rëndësishëm, nuk është në rezerva? Në rezerva po. Rezerva është, domethënë, vendi që ka rezerva më të mëdha të naftës, në prodhimin e outputit nuk është e tillë. Është me 1 milion, për dënë një krahasim, Amerika është diku te 11-12 milion fuqi në ditë, Arabia Saudite është 10-11 milion fuqi në ditë, pra
Janë shumë, nuk është se është, po themi, 1% e tregut botror, po themi, energjetik, është ajo që vjen nga Venezuela. Por është e rëndësishme tek pjesa po themi, e pjesës të rezervave që ka. Tani, për të kuptuar me që ishim të sektori naftës, për të rikthyer prap industrinë që thehet prap në rastin të prodhojë rreth 3 milion fuqi në ditë, do bie që duhet të ketë një investim mbi $100 miliard, edhe do duhen rreth 10 vjet për të rikthehet, po prap ajo, do të thonë degenerimi i infrastrukturës aty është i tillë, i cili që e ka bërë për momentin me këto çmim që është nafta, $50 fuqia, nuk ka interes njëri që për ta bërë këtë lloj investimi. Pra, në kuadrin e asaj që është interesi për naftën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast janë më tepër të interesuar për rezervat që janë në Venezuelë, pra për planin nafatgjas, sesa për një përfitim të momentit, domethënë momental, që është sepse nuk është një lojtar i rëndësishëm në tregun global, ama në tregun e rezervave energjetike është një lojtar i cili në planin nafatgjat mund të jetë ai i cili të ndikojë në balancat energjetike. Kjo është për pjesën e energjetikës. Pjesa tjetër pastaj ka të bëjë me faktin që duke qenë pushtet një diktaturë komuniste që është me Chavez dhe pastaj vazhdoi me Maduro, deri filloi të alineonte, pra ta çonte Venezuelën në drejtim të BRICS-it, që është bloku ekonomik, dhe në drejtim të kërkimit të aleancave me Rusinë, me Kinën, me Iranin, dhe ka një bashkëpunim shumë të madh midis Venezuelës dhe Iranit. Shumë veta nuk e din. Janë rreth 10.000, pra sipas raportimit janë rreth 10.000, domethënë iranian apo Hezbollah, trupat Hezbollah, të cilët kanë marrë pasaportën venezueliane me të cilën zbredhin botën. Pra, janë shumë operator, po themi, të trupave të Hezbollahut ose të gardës revolucionare, të cilët mund të udhëtojnë lirisht në botë me pasaportë venezueliane. Njëkohësisht, jo vetëm kaq, domethënë për këtë, po Kuba ka vendosur aty një sistem, po themi, të zbulimit me të cilin monitoron, po themi, Amerikën jugore, ku është aty ke trupa ruse, të cilët kanë qenë prezente, po nuk u përplasën në momentin e ndërhyrjes Trumpit. Kina ka pasur dhe i ka dhënë shumë, po themi, akses edhe në kredi, edhe në materiale tjera, ke Turqia, e cila jo vetëm që kishte këtë lidhje me naftën e Venezuelës, po kishte edhe një lidhje tjetër përsa i përket trafikut të drogës dhe të kokainës, i cili shërbente edhe një pjesë e mire e kokainës kolumbiane kalon nga Venezuela, shkon në portet e Turqisë dhe pastaj kthehet në Evropë. Pra, dalë, po kthehesh në një zonë në të cilën duke sikur ishin gjithë këto fuqitë e huaja, të cilat ishin futur aty dhe po e gjenin si hub, pra po e gjenin si nyje Venezuelën për të deportuar, për ndikuar dhe në vendet e tjera në rajon. Dhe kjo pastaj kishte të bënte me elementin e sigurisë. Një element e sigurisë, i cili sipas paktën të dhënave ose sipas raportimeve, për shembull në rastin konkret, nëse mbani mend, u bllokua një anija Bela, që ishte Bela Njishi, që anija që mori flamurin rus, pra ishte me një flamur të një vendi tjetër, por pastaj e ndryshoi në moment. Ajo anije raportohet që të ketë pasur brenda armë, ketë pasur dron edhe të tjerë. Është një anije e cila është nisur nga Irani, ka kaluar nëpër Gjirin Persik, pra ka kaluar në Gjirin Persik, është futur në detin e Kuq, ka dalë mesdhe, në mesdheu pastaj në Atlantik dhe është bllokuar për të futur në Venezuelë, dhe në momentin kur e pa që nuk mund të futesh në Venezuelë, ndryshoi edhe flamurin dhe vuri një flamur rus. Rusia çoi edhe një rëndece për ta mbrojtur, kur filloi flota amerikane të shkondën mbrapa, i çoi edhe, po themi, 2 destroyer. Megjithatë amerikanët vazhduan dhe donin që ta kapnin patjetër ata anije. Kjo tregon se sa gjëra janë të fshehura, domethënë dhe sa e rrezikshme ishte qoftë edhe në anën e sigurisë, domethënë. Pra gjitha këto do justifikojnë dhe ndërhyrjen mbas, ëh? Këto në një farë mënyrë e justifikojnë edhe atë ndërhyrjen e cila në Trump, pra për Trumpin kjo është diçka e cila i tregon që hemisfera perëndimore është zonë domeni i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nuk do lejoj asnjë, po themi, forcë tjetër që të ndërhyjnë në atë zonën ku jam unë. Kjo e bën, po themi, rastin e Venezuelës, po themi, një rikthim të ajo që është doktrina Monroe,
Por më tepër që është e bukur sepse, ose më saktë në këtë rast nuk është e bukur, po është e veçantë sepse në këtë rast ke një rikthim, domethënë edhe një shkelje të drejtës ndërkombëtare, pavarësisht se domethënë është gjë e mirë që largohet një diktator në pushteti, por krijon një precedent. Dhe ky precedent pastaj është kam përshtypjen që në një botë në të cilën po mundohet të ruhet legitimiteti, mund të kthehet në diçka që mund të jetë rrezikshme, domethënë edhe për Shqipërinë, edhe për Shqipërinë intereson më tepër, po për gjithë situatën dhe në rajon. Do shkojmë edhe te Shqipëria. Në fakt, përveç Venezuelës, një vend tjetër me pasuri nafte, që është zakonisht Irani, po përballet me protesta, ka qenë edhe më parë, po këtë herë duhet sigurisht janë më të forta. Cila është në fakt situata në Iran dhe kanë një lidhje këto zhvillime apo janë edhe sporadike? Irani ka pasur një, si thua, një pakënaqësi të popullit, domethënë nuk është hera e parë që në Iran ka protesta. Protesta ka vazhdimisht në Iran. Domethënë janë zhvilluar her pas here protesta. Në këtë rast, ajo që dallohet në këtë rast është për masat e këtyre protestave. Pra, kjo mund të jetë protesta më e madhe që është zhvilluar ndonjëherë në Iran që në ardha e ajatollahëve në 1979. Pra, dhe në këtë rast ka pasur disa faktorë pse ka ardhur. E para njëherë është rritja e, po themi, e pakënaqësisë në popull. Dhe kjo është për disa faktorë. E para njëherë ke faktorët e brendshëm, janë faktorët kultural, ke edhe faktorë ekonomik. Faktori kultural ka të bëjë me faktin që iranianët vetë kanë një identitet fort kombëtar në dallim nga, po themi, dhe e quajnë veten që nuk janë arab. Pra, arabë, për ata janë një popullsi tjetër, dhe kanë dhe, po themi, ato trashëgimi kulturore që kanë që nga persët, domethënë me mbretëritë e tyre, me civilizimin që kanë pasur persët, me fen që kanë pasur, zoroastranizmin për shembull që është ka pasur një nafet kryesore, po themi, në zonën e lindjes mesme dhe që kanë ndikuar edhe tek fetë e tjera. Dhe ke rastin për shembull që jo vetëm kaq, domethënë, po ka pasur edhe një trashëgimi të një ndjekje të një politike nacionaliste, pra për mbretërinë perse. Dhe kjo trashëgimi ka vazhduar më mbrapa edhe me faktin që kishte një regjim si puna e Shahut, pra mbretëria e Shahut, e cila prapë edhe në zonë, në rajonin ku ishte, ndiqte një politikë që ishte ndryshe në fund të radhës. Pra, e gjitha kjo kalon një legacy, kalon një trashëgimi kulturor dhe trashëgimi, po themi, edhe historike, në të cilën ata e ndjen veten ndryshe nga arabët e tjerë. Dhe fakti që tashmë po sundohen nga një klik fetare ekstremiste, e ka bërë që një pjesë e atyre që janë, sidomos rinia, të në një farë mënyrë të braktisë edhe islamin, sidomos fen shiite, domethënë që është në atë rast, sepse e shikojnë si mjet opresiv ndaj vetë popullit. Kjo është arsyeja pse pati aq xhami djegura, sipas raportimeve janë rreth 350 xhami që janë djegur. Pra tregon që ka një diçka që është përtej gjendjes ekonomike, pra ka diçka që është kulturale në këtë mes dhe ka një shift, ka një zhvendosje, domethënë të ndjenjave të popullsisë, sidomos tek breziri. Pjesa tjetër pastaj ka të bëjë me gjendjen ekonomike. Gjendja ekonomike është në Iran, aktualisht që flasim inflacioni, paktën kur filluan trazirat ishte diku te 60%, 70% inflacion, që është normë shumë e lartë inflacioni. Domethënë, ne ankohemi për Shqipërinë që kemi inflacion, po në Shqipëri është 3-4%. Imagjino një inflacion që është 10 herë më i lartë, domethënë. Dhe ky inflacion plus me rënjen e realit që është monedha e tyre në bursë, domethënë që kursi i shkëmbimit vajti, pra e gjitha kjo krijoi një krizë që i bashkangjitej faktit që ka pasur edhe problematika me ujin, pra Irani, nëse mbani mend një pjesë e Iranit u zbras gjatë periudhës që kishte një krizë uji, plus ke rikthim të sanksioneve. OKB-ja ka rikthyer sanksionet ndaj Iranit për shkak se pas luftës me Izraelin nuk pranoi që të bashkëpunonte me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. E gjitha kjo pra krijoi, si thua, atë gjendjen ekonomike e cila ishte, pra i bashkoi pjesës tjetër që është ajo ana kulturore apo ana e rezistencës ndaj regjimit. Dhe
Përveç kësaj, ishte edhe pjesa tjetër që nëpërmjet në atë luftën 12 ditore dhe me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, aty u pa që në fundit Irani vetvete pavarësisht asaj që kishte bërë si një që donte ta projektonte veten si një superfuqi e tjerë, u pa që nuk ishte edhe ai tigri i frikshëm, domethënë, sepse mjaftoi një fushatë 12 ditore për ta gjunjëzuar ajatollat. Këto të gjitha krijuan, si thua atë stuhim perfekte, që nisi me një grev në një treg të një qyteti dhe pastaj u përhap sepse ishin gjithë kushtet për ta bërë një çështje e tillë. Brendshme apo do ketë edhe përfshirje të aktorëve ndërkombëtar për sa i përket zhvillimeve? Përfshirja e aktorëve ndërkombëtar në një farë mënyre është, domethënë sepse ti po themi presidentit Trump, par reagime të ndryshme. Ai që është përzierë më tepër në këtë rast ka qenë presidenti Trump. Pra ajo që ka thënë Trump ka qenë që mos godisni ndaj protestuesve. Pra se përndryshe do kemi sankcione. Dhe kjo pastaj si thua në një farë mënyre ishte si tip paralajmërimi që unë mund të ndërhyj, pra ishin si mjet presioni ndaj qeverisë iraniane që mund të ndërhyjë me justifikimin që ti po vret njerëz, pasi zgjeti justifikimin për Maduron, që është një trafikant, në rastin e kësaj mund të ishte një justifikim tjetër për të ndërhyrë. Është delikat për shkak të Arsenalit bërthamor? Dhe jo, nuk është frika të Arsenalit bërthamor i Iranit, nuk e kanë njëri atë frikë. Problemi pastaj është tek fakti i asaj që është situata vetë në Iran. Pra, duke pasur parasysh faktin që Irani është një territor jashtëzakonisht i madh, pra nëse ka ndërhyrje do ketë vetëm ndërhyrje ajrore, nuk mund të futesh me trupa toksore, pra sipërfaqja është 1.3 milion kilometra katror. Është si të marrësh gjysmën e Evropës, aq është praktikisht. Dhe përveç kësaj ka një popullsi shumë të madhe, rreth 90 milion banor. Pra nuk është një shtet i vogël të cilën mund të ndërhysh dhe mund të bësh një gjë të tillë. Ka një pavarësisht se është shumica e popullit që nuk e do regjimin iranian, ka ato që janë trupat e veta, pra është garda revolucionare, janë trupat revolucionare, garda revolucionare është diku te 150.000 në 200.000, ke rreth 70-80.000 apo edhe deri 100.000 trupa Basij, që janë veçmas, pra që janë ata fanatikët, pra mund të shkojë ka njerëz që janë të gatshëm, domethënë që të vdesin për atë regjim, plus ka një pjesë të popullsisë e cila e mbështet sepse ashtu është bindur që ka të drejtë që ai regjim të ekzistojë. Pra nuk është si rasti i Maduros ku gjithçka ishte e gatshme për të hequr një person, edhe ai që vjen mbrapa të pranojë kërkesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç po ndodh në rastin e Venezuelës. Kjo e bën që ndërhyrja të jetë e komplikuar për këtë faktor. Për më tepër, ndërhyrja është e komplikuar edhe për faktorë të tjerë që kanë të bëjnë me përbërjen etnike të Iranit. Irani vetë është 50% janë pers iranian. Pjesa tjetër janë Azerbajxhanas, janë kurd, janë minoritetet tjera, ka arab, nuk e vetëm një feq, ne themi feja shiite, që është rasti i ajatollave, por ke musliman që janë aty, ke edhe zoroastranizëm, janë disa followers, ke të krishterët të cilët vazhdojnë, për kuriozitet, ishte rreth, domethënë, llogaritet që janë rreth 1 milion të konvertuar në katolicizëm, domethënë iranian, brenda në Iran, pikërisht për shkak të sidomos si kundërvënie ndaj regjimit të ajatollave shiit. Kështu që pra ka një kompozitet të etnive të ndryshme, të feve të ndryshme dhe të kulturave të ndryshme aty në cilën nëse ti heq atë që është qeverisja qendrore mund ta kaloj në kaos dhe secili prej grupeve aty të ndërhyj. Ti ke rastin e kurdëve të cilët në Irak kanë një organizatë të tyre që ka luftuar me 10 vite për një autonomi të zonës ku janë kurdët në Iran. Dhe një në arsyet e luftës Iran-Irak ishin dhe pikërisht këta, sepse bënin inkursion nga territori i Irakut. Ke Azerbajxhanin, i cili është i lidhur me, rreth 1/5 popullsisë janë Azerbajxhanës, aty janë rreth 20% Azerbajxhanësit. Pra është një popullsi e cila nuk është iraniane, dhe që normalisht ka interesa, po themi, Azerbajxhani vetë, apo dhe Turqia. Ke pastaj arab, që normalisht janë përzier. Pra, ti mund të krijosh një stuhi, po themi, konflikte civile të brendshme, të cilat janë realisht nuk dihet si do menaxhohet situata. Në krau tjetër pastaj ke edhe pjesën që çfarë efekti mund të ketë mbi atë që është tregtia globale. Pra,
në momentin që do plasi lufta do mbyllet Gushtica e Hormuzit, dhe po mbyll Gushtica e Hormuzit, po themi aty kalon një pjesë e mirë e tregtisë së naftës edhe të gazit. Pra, nga gjiri persik shkon në drejtim të vendeve tjera. Dhe kjo e bën të, po themi, që ti nuk e di se çfarë pasojash mund të ketë po themi, në çmimin e gazit, pra në tregjet financiare. Pra, nuk është dhe aq e lehtë nga kjo pikpamje. Kësaj mund të shtohet edhe pjesa tjetër që vendet arabe që janë të rajonit e kanë bërë qartë që nuk kanë aq dëshirë që të ketë një ndryshim regjimi. I pari është Katari, i cili është i lidhur ngushtë me Iranin. Katari dhe Irani kanë një fushë gazit përbashkët, në të cilën Katari shpesh e shfrytëzon më tepër se sa i takon, por atë që është surplus ja kalon në mënyrë të fshetë Iranit për të shmangur sanksioneve. Pra, për të patur leverage, po, është biznes, edhe për të patur njëkohësisht leverage edhe mbi ata, po edhe të shërbesi si hallk, po themi, komunikimi me Iranin. Pra, kur perëndimorët duan të flasin me Iranin, duhet të fusin te Katari në mes, sepse është Katari i cili krijon këto lidhje. Arabia Saudite prap nuk ka një dëshirë, pavarësisht se e ka Iranin, po themi, një kundërshtar rajonal, do preferonte që më mirë të kishte një kundërshtar rajonal, po themi, një vend i cili mund të kishte një mobilizim fetar, pra të ishte shiitët kundër sunive, se sa të kishte një kundërshtar rajonal që të ishte një vend demokratik. Është ndryshe, domethënë, për gjithë rajonin, sikur Irani të kthehet në një vend demokratik me syt nga perëndimi. Kjo do i jepte një ndryshim gjithë skakierës që është aty në rajon, domethënë dhe do sjellë ndryshime të jashtëzakonshme. Për këtë arsye, ato që janë vendet e gjirit përgjithsisht nuk duan një ndryshim të regjimit aty, përfshirë dhe Turqinë. Edhe Turqia megjithëse është përplasur me Iranin sidomos në Siri, edhe ajo nuk dëshiron që të ketë një ndryshim të regjimit në Iran, pikërisht për këto arsye, domethënë, pra një demokratizim i Iranit do jetë një presion pasaj edhe për Turqinë brenda edhe mbi Erdoganit dhe mënyrën se si e ka lidhur ai islamin politik me qeverisjen. Kështu që të gjithë këto faktorë e bëjnë shumë të vështirë një ndërhyrje, po themi, ose më saktë një llogaritje të asaj se çfarë mund të ndodhi nëse ti ndërhyn. Përveç kësaj, mund të shtojmë faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ose kishin shumë trupa në rajon. Pra, ka disa bombardues që janë në Diego Garcia, ke bazën që është në Katar. Katari ka thënë që nuk dua të përdor bazën time sepse ka pasur kërcënime në Iran. Arabia Saudite gjithashtu ka thënë që nuk dua të përdor bazën time. Dhe ajo që ka ngelur në dorë Trump tani është për momentin ka vënë ato sanksionet 25%, po themi, për ata që cilët bëjnë tregti me Iranin, pra i ushtron presion ekonomik, dhe duke qenë se ekonomia është keq, një presion akoma i mëtejshëm mund ta detyrojë regjimin që të ulet në tavolinë negociatash, dhe në krau tjetër për të mbajtur lart presionin ka urdhëruar dhe grupin goditës, atë Abraham Lincoln, që është një grup i goditës që është duke transferuar tashmë nga, po themi, nga zona e Kinës jugore, është duke vajtur në drejtim të gjirit persik. Bëhet fjalë për aeroplan bajs edhe destroyer, fregata e tjerë, pra që shkon si grup goditës aty afër, që duke i thënë që unë jam i gatshëm të ndërhyj, pra mos pra është duke mbajtur një presion konstant. Një mesazh force, por jo duke vepruar. Por kjo tregon që edhe kapacitetet për të goditur mund të mos kenë qenë për momentin, megjithëse raportohet që dje për shembull mund të ishte një moment që mund të ishte goditur, por është anuluar momentin e fundit nga Trump. Pra ka pasur një raportim për këtë gjë, se ka artikuj sot në New York Times apo Washington Post, dhe në qoftë se do ketë goditje, ajo që mund të jetë më e mundshme është rasti kur afrohet dhe ky grup i goditës që është tani duke lëvizur në atë lëtim. Po i bie që duhet rreth një javë që të arrijë në zonë, domethënë. Kështu që gjithë kjo javë është një presion i mëtejshëm mbi qeverinë iraniane. Presionin ka dhënë frutet e para, ishin për të kryer ekzekutime dje të atyre, sepse janë rreth mbi 10.000 të arrestuar në protesta, për cilët qeveria e Khamenei ka thënë që do ekzekutohen sepse kanë dalë kundër vullnetit të Zotit, dhe dje ishin për të kryer ekzekutimet e para, nuk u kryen. Pra, duket dhe sikur ata e kanë këtë pjesë, sepse nuk donin që ta çonin më tej acarimin, po themi, të Trump. Kështu që ky lloj presioni në një farë mënyrë i ka dhënë efektet, të paktën në këtë drejtim. Në krau tjetër ke raportime pastaj për
transferta të llogarive bankare të atyre që janë drejtuesit e lartë, po themi, të Kamenei, djalit e tij, këto domethënë familjarëve të lartë iranianë, të cilët një shpërngulje apo në të cilën ka zhvendosje të fondeve, është njëkohësisht është raportuar edhe për zhvendosje të një pjese të asaj që është, po themi, sasia e floririt nga Banka Qendrore e Iranit e kanë çuar në Moskë, pra kanë pasur për element sigurie për të kryer veprime të tilla, ka pasur edhe zhvendosje të pasurive. Është folur edhe që mund të transferohet, pra për të gjetur, si thua, fajtorin në kuptimin që mund të largohet Kamenei nga pushteti dhe të vijë dikush tjetër. Pra, duke sikur ka lëvizje të aty brenda dhe ndjen që presioni mbi ta është i vazhdueshëm dhe tashmë është më tepër një presion ndërkombëtar, pra, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sesa nga vende të tjera. Evropa në këtë rast është totalisht out, domethënë. Duke sikur energjia është kthyer në një çështje të sigurisë kombëtare dhe për burimet. Në fakt, në një kohë kemi parë që kemi një politikë për të bërë atë që quhet tranzicioni i gjelbërt, nga krau tjetër një betejë shumë të fortë edhe për naftën, që për te interesave gjeopolitike e demokracisë janë pikërisht duket sikur ka një betejë për naftën. Është vërtet që nafta po rikthehet, po themi? Betejë vetvete nuk është aq për naftën sesa për burimet energjetike. Pra, jo nafta vetvete, sepse për shembull ti ke luftën për ato që janë minerale, për uraniumin e tjerë. Minerale kritike që thonë. Ato që janë minerale kritike për krimin e këtyre. Dhe kjo luftë duket sikur ka tani është po krijohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra si një kundërvënie ndaj Kinës. Pra, e para është një goditje i këtyre mineraleve. E para njerë ke një goditje duke hequr Venezuelën nga ekuacioni. Tashmë duke sikur është radha e Iranit, nuk duhet ta harruar njëkohësisht presionin që ka bërë Trump për Nigerin, pra një zonë e Nigerisë, dhe ata janë produesi i madh i naftës, pra çështja e krishterëve në Nigeri dhe takimet që kanë bërë zyrtarët amerikanë, pra në një farë mënyre po mundohen që ta heqin Kinën nga ajo zonë, nga Afrika, dhe ta kalojnë nën nën dominimin amerikan. Njëkohësisht ke zonën e Somalilandit. Somalilandi është një zonë që është përballë ngushticës, po themi, të detit Kuq, nëse pra është pjesa veriore e Somalisë, në të cilën kanë rreth 30 ca vjet që janë shteti pavarur. Izraeli ishte i pari që e njohi para 2 javësh, pak a shumë, dhe tani po diskutohet që mund ta njohin dhe vende të tjera, pra mund ta njohi India, mund të njohi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra aktorë të tjerë, jo Arabia Saudite, po Emiratet Arabe dhe të tjerë janë të interesuar për atë zonë, sepse është më përballë Yemenit dhe zotron ngushticën. Pra, përveç kësaj është dhe Irani, që është tashmë, pra duke sikur dalë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po marrin ato që janë resurse, pra Venezuela në këtë rast është më tepër resurse nga krau tjetër. Grenlanda nuk është aq në lidhje me Kinën, është më tepër fiksimi i Trumpit, por Trump çfarë bën tashmë, ose të paktën ajo që është politika amerikane, është gjetja ose bllokimi i atyre që janë, po themi, resurseve energjetike ndaj Kinës. Kina në ana tjetër ka marrë masat e veta, duke ju, po themi, në Kinë, për shembull tani ka një farë kohë në cilën ke një rikthim të, po themi, industrisë të qymërgurit në Kinë, sepse problemi është prodhimi i plastikës. Plastika prodhohet nga karbon, do të thënë prodhohet nga nafta, por mund prodhohet edhe nga qymërguri. Pra, sepse janë derivativ. Kështu që dhe Kina, duke pasur parasysh këtë lëvizje, ka dashur që të kryejë një kundërlëvizje në kuptimin që të mos jetë e varur dhe aq nga, po themi, nga lëvizjet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim. Kështu që është duke riaktivizuar këtë. Përveç kësaj, Kina është duke ecur në drejtim të, po themi, energjisë atomike, pra është duke rritur numrin e centraleve bërtamor, njëkohësisht është duke rritur, ose të paktën tani është duke futur centralet e re të cilat janë me thorium, pra nuk do që të përdori, ose më saktë duke ditur që uraniumi nuk është dhe aq i gjetshëm në treg, thorium ajo ka rezerva në thorium, dhe thorium është pak më safe, është më safe se sa uraniumi, pra është më i sigurt se sa uraniumi. Njëkohësisht është duke investuar në industrinë e, po themi, prodhimit të paneleve diellore, gjë që është, duke qenë se është dhe një vend që ka një zonë shumë të madhe të pabanuar, si puna e shkëtirës Gobit apo vende të tjera, të cilat mund të vendosin panele pafund pa i prishur punë fare as gjë, domethënë. Se nuk është se do zej tokë pjellore për të vendosur ato. Është duke ecur në drejtim dhe ka plan që të shkojnë në rangun e 40%, pra
prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme. Pra duket sikur Kina po mundohet që të krijojë një pavarësi energjetike nga aktorët e jashtëm, pra që nëse ndodh një përplasje, po themi, apo një zënje e këtyre burimeve, ekonomia e Kinës të vazhdojë të prodhojë energji, edhe njëkohësisht të ketë, po themi, të jetë funksionale dhe jo vetëm që të prodhojë energji, po ideja është që të mbash dhe industrinë në punë, pra që të ketë dhe atë, si thua, dominimin që ka sidomos në industrinë prodhimit dhe përpunuese. Por kjo është vendosje e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke sikur ka pikërisht këtë gjë, domethënë një përplasje, një kundërvojë ndaj Kinës për ndërprerjen e po themi këtyre që janë burime energjetike dhe në këtë rast i ke Kinën e cila por merr masë brendshme dhe në një farë mënyrë po lidhet edhe me po mundohet që krijojë pavarësinë, por njëkohësisht mban lidhjen me Rusinë, për sa i përket po themi forcimit të aleancës, në sa i përket transferimit të naftës, pra do detyrohet që të marrë edhe Kina ato masat e veta. Por ajo me sa shihet në Kinë tani është më tepër që të forcohet po themi prodhimi brendshëm, qoftë në materialet të lëndës parë, qoftë në industrinë përpunuese, qoftë në prodhimin e atyre që janë po themi produkte për botën. Kinezët kanë nesër me një teori shumë interesante në kuptimin e po themi prodhimit, pra ndërtojnë kapacitete për një fushë të caktuar në mënyrë të tillë që për shembull plotësojnë 90% apo 100% tregun global. Dhe për shembull panelet diellore. Ndërtojnë një industri në të cilën thotë s'ke nevojë ta prodhosh ti sepse unë mund të prodhoj për të gjithë botën. Dhe çfarë bën kjo? Kjo bën që ajo të marrë dominimin, po themi në atë fushë dhe të nxjerrë jashtë lojë të tjera, sepse edhe nëpërmjet asaj që quhet dumping, për shkak që është teknikë, pa, dhe nëpërmjet financimeve që merr nga shteti, pra atë xhevolimeve, pra gjëra të ndryshme, e bën që të kapet fushë. Dhe ka ecur, pra zotron tregun dhe këto, pra rritja këtyre kapaciteteve industriale nuk është vetëm në atë, po themi vetëm të panelet diellore, ke makinat elektrike në të cilat ato e kanë rritur këtë kapacitet, dhe duke rritur këtë kapacitet ato nxjerrin jashtë lojë në industrinë e Europës, edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, industrinë e makinave. Pra, doja tashmë lufte ndryshe. Është një lloj lufte ndryshe, pra unë rris kapacitetet e mia në mënyrë të tillë që të mbaj gjithë prodhimin global. Pra, në një farë mënyre e nxjerr, pra krijon një tjetër lloj betejë me Shtetet Bashkuar të Amerikës, e cila kërkon që manufakturat i kthehet të Shtetet Bashkuar të Amerikës. Dhe Kina i përgjigjet me tjetër monedë. Dhe çfarë bën kjo? Kjo bën pasaj që nëse ti e nxjerr jashtë lojë industrinë e rëndë të Evropës apo të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pastaj merr dominim, po themi edhe në dominim politik, sepse normalisht edhe kundërshtatet tu dobësohen. Pra janë një lojë, tashmë është një lojë dhe duket sikur është një lojë goxha e fortë midis po themi Kinës edhe po themi Shtetet Bashkuar të Amerikës dhe ndërkohë Rusia ka ngelur, po themi, në dritare bashkë me Europën, sepse janë të angazhuar në konfliktin në Ukrainë, dhe me ata dritarës është duke parë me vëmendje India, e cila është duke vajtur në drejtimin që siç ka qenë Kina para shumë vitesh. Po Ballkani çfarë bën? Ballkani është jo të dritare, po është 3 rrugë më tutje. Do të thonë ne jemi është e vështirë për Ballkanin që të jetë në qendër të vëmendjes, për arsye se kur bën gjëra të tilla që janë kaq globale, do të thonë ti je lojtar shumë i vogël dhe shpesh je i parancishëm. Ajo që mund bëhet në drejtim Ballkanit është që me sa shikohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një angazhim për sa i përket po themi atyre mekanizmave që kanë ngritur. Një nga mekanizmat që kanë ngritur në Ballkanin Perëndimor, domethënë për shembull në Shqipëri është rasti i SPAK-ut dhe një rivazhdimi i urdhit ekzekutiv të presidentëve amerikan për korrupsionin në Ballkanin Perëndimor, etj, që i jep fuqi presidentit që të kryejë veprime etj. Ripërsëritet, do të thonë ka qenë në Biden për shumë vite, është ripërsëritur ky urdhër ekzekutiv nga Trump, vazhdimisht dhe në këtë mënyrë duket sikur po themi është në qendër vëmendjes, po është në qendër vëmendjes për një politikë të ngushtë rajonale dhe për sa i përket mekanizmave që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ngritur për të mbajtur in check ato që janë po themi. Se është i rëndësishëm Ballkani, pra është si korridor apo ka dhe vlera të tjera, është gjeografi, çfarë është Ballkani si rajon në përgjithësi dhe
Në rajon... Se shpeshherë në geopolitik në base na duhet zgjurimi qendra botës, por në fakt janë interesa reale që qarkullojnë nga superfuqi. Nuk është dhe aq në kuptimin e interesit strategjik. Domethënë, po të shikosh nga ana e vendosjes, pra siç është, në konfliktin që ke ti me Rusin, ti e ke bllokuar praktikisht. Domethënë, është i vetmi ishull që ka ngelur është Serbia, sepse Kroacia, Malizi, po themi Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Greqia, Bullgaria, Rumania, që gjitha janë në NATO. Pra i vetmi ishull që ka ngelur që mund të jetë nën influencën e aktorëve tuaj është Serbia. Dhe normalisht edhe nga ana e logjistike, po themi vetëm Shqipëria mund të ketë në një farë mënyrë interes shumë të madh për sa i përket Ballkanit, për shkak të korridorit 8, po që ne kemi nxjerrje jashtë sepse nuk e kemi atë vizion strategjik, pra për një korridor që është horizontal për lëvizjen e trupave nga Bullgari, nga Shqipëri, Maqedoni, Veriut dhe Bullgari, pra një lëvizje të shpejtë në front. Pra e vetmi faktor që është X i panjohur në këtë rast është Serbia, që nuk di se na mund të shkojë. Ajo që do Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose të paktën çfarë mund të ketë një farë vëmendje aty është pikërisht këtë që në një moment caktuar, nëse do ndonjëri prej shteteve që të jetë aty, që të kryejë një veprim që duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ketë mundësi si ta kryejë këtë veprim. Pra duan si thua që të kenë një farë leverage, po jo sepse është një qendër e madhe strategjike, domethënë Ballkani. Ballkani vetvete nuk është se është në një problemi më i madh është fakti mos lindi në një konflikt dhe mos angazhohesh në një siklet në cilën nuk do që të angazhosh trupa dhe resurse. Kaq është Ballkani vetvete. Dhe kjo ecën, domethënë edhe me atë politikën që bëhet. Po të shikoni për shembull Shqipëria nuk ka akoma ambasador, domethënë u bë një vit Trump. Votosin gjithë Ballkanin tani mbaruan janë që të gjithë o i kanë mbaruar mandatin, janë mbarim mandat dhe nuk se rinovohen. Kjo tregon që nuk se ka një vëmendje, nuk ka një rëndësi të madhe. Ajo që është e para mos bëni sherr me njëri tjetrin dhe e dyta të bëni, e dyta nëse unë kërkoj që ti të kryesh një veprim të caktuar, mund ta bësh, domethënë se përndryshe do kesh reperkusione, duke filluar nga ato që janë mjetet që ka leverage apo edhe veprime të tjera, domethënë. Megjithëse një ndërhyrje ala Maduro, domethënë Ballkan do ishte, nuk mendoj që mund ndodhi ndonjëherë, paktën. Megjithëse me Trump nuk i dihet ndonjëherë. Po, është shumë kreativ dhe i paparashikueshëm nga krau. Është i paparashikueshëm, po nuk besoj që të ketë një ndërhyrje, domethënë në Venezuela ishte tipikisht rast në cilën përputeshin interesat edhe të sigurisë kombëtare, po edhe me atë që është projeksioni i forcës në të ardhmen për sa i përket rezervave. Interesante për shembull për Venezuelën tani, ishte që ka kryer shitjen e parë të naftës, pra tashmë naftën e Venezuelës e menaxhon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe shitjen e naftës e ka bërë pra rreth $500 milionë, shitja e parë e naftës, por nuk është paguar në bankat amerikane. Është paguar në bankat e Katarit. Domethënë, edhe kjo është bërë sepse domethënë Venezuela ka shumë borxhe. Dhe ka urdhër ekzekutiv, urdhër përmbarimi, domethënë, kështu që nëse shkonte në bankat amerikane, do bllokohet. Normalisht bllokoheshin. Kështu që çfarë ka bërë në këtë rast, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paktën ata që po menaxhojnë rastin e Venezuelës, e kanë çuar në Katar në cilën këto urdhra nuk se zbatohen, dhe kështu që mund të përdorin kështu atë si thua teknika financiare për të shmangur pagesën ndaj kreditorëve të tjerë, sepse janë mbi 100 ca miliardë borxhe që Venezuela ka vendeve të tjera. 60 miliardë nga këto janë mund të jenë të Kinës vetë, domethënë, kështu që në këtë mënyrë, domethënë, vazhdon e mban edhe kontrollin jo vetëm të naftës, po edhe të ardhurave që dalin nga nafta në mënyrë që mos i bien fuqive të tjera, domethënë, në dorë. Pra, rasti i Venezuelës është ndryshe nga rasti Maduros, është ndryshëm në rasti, për shumë përsi se këtu në Shqipëri flitet jo të marrë Ramën, apo ta heqi këtë, por s'është nevojë që ta marrë, mund ka mekanizma të tjerë, për shumë, siç mund të jetë puna e SPAK-ut, në cilën mund ta riaktivizojë në drejtim të kryeministit dhe gjë që mund të jetë e mundshme nëse do duan që Shqipëria, po themi, si thua të krijosh një farë mini krize. Pra, sepse ka një rrymë brenda, po themi, magave, në cilën nuk duan që Evropa të zmadhohet apo të krijohet dhe një goditje ndaj një kryeministit në Shqipëri. Nuk prodhoi vonesë në procesin e integrimit. Jo vetëm procesin e integrimit, po i merr një goditje gjithë procesin e integrimit për Ballkanin Perëndimor. Pra, ka një rrymë të tillë brenda, po themi, lëvizjes maga, në cilën duan shkatrimin e Evropës, pra ndarjen e saj në shtetet veçanta,
Dhe kjo rrymë nuk di se sa mund të jetë të ndikojë tek Trump, siç ka një rrymë tjetër, e cila kërkon një stabilitet. Pra, zakonisht kjo Rubio është më tepër në kjo pjesa edhe një republikanin tipik, e cila kërkon një farë stabiliteti sepse nuk duan që të krijojnë vatra tensione sepse nuk mund të merresh vazhdimisht me gjithë problemet e botës. Dhe kjo e bën dhe rastin e Shqipërisë që të jetë në pikë pyetje dhe në mëdyshje, që mund të veprojnë në një drejtim, por mund edhe mos të veprojnë, domethënë. Betë për të parë. Po ato tregoj gjitha. Një pyetje të fundit për përmbyllje. 2026 duhet parë mënyrën si ka nisur, duhet një vit i vështirë ndërkombëtarisht apo nga këto vatra që janë, nuk është janë vetëm 2 vatra, ka edhe më shumë vatra, si parashikohet duke parë raportimet një vit i vështirë në fushën ndërkombëtare? Apo mund të jetë edhe një vit shumë i mirë edhe që goditjen e më të madhe e ka marrë, domethënë rendi botëror e ka marrë, ose më saktë ajo që është rendi botëror pas 1945, se ka marrë me ndërhyrjet që ka bërë Rusia. Pra, lufta që bëri Çeçeni nuk u ndje njëri, lufta e parë dhe lufta e dytë e Çeçenisë, po pastaj bëri ndërhyrjen në Gjeorgji në 2008, pati ndërhyrjen në Ukrainë në 2014 dhe nuk pati një reagim nga bota për të vendosur sanksione, për të marrë masa që të ndalonte ky cënimi i sigurisë dhe integritetit territorial. Dhe në momentin kur ndodhi dhe lufta e Ukrainës, aty u vure që karta OKB-s në një farë mënyrë ishte bërë si diçka e cila nuk shkonte asekund. Për shembull, ti ke megjithëse sot u kujtuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë ka një mbledhje Këshilli i Sigurimit sot për Iranin. Por ti nuk ke asnjë rezolut dhe asnjë reagim nga Kombët e Bashkuara për atë që po ndodh në Iran. Pra, nëse raportohet që janë 12.000 të vrarë. Është ngjarje jashtëzakonisht e rëndë. Pra, po edhe sikur 2.000 të vrarë të jenë, që aq sa raportojmë zakonisht në 2.000-2.500, megjithëse ata që janë burimet e shtetit tonë që vetëm 500 veta janë vrarë, gjë që është totalisht e pavërtetë, se mjafton të shikojmë pamjet që ato që kanë arritur të dalin nga Irani, që janë masakra masive, domethënë. Pra, është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë. Pra, ti imagjino në 2 vjet luftë në Gaza, ti ke pasur paktën sipas burimeve 60.000 vrarë, kurse aty në 2 ditë, domethënë 12.000 vrarë është katastrofale. Edhe megjithatë nuk ndihet as kush, domethënë as OKB-ja në radhë të parë që ka për detyrim që ta kryejë këtë veprim, nuk ndihet as media, nuk ndihet as tjerë, dhe duket sikur në një farë mënyre është pra ne po krijojmë një farë imuniteti ndaj shkeljes të drejtës, ndaj lirive dhe drejtave të njerëzit. Dhe kjo e bën që sa vjen e përshkallëzohet dhe sa herë që veprimet që ndërhyrjet ushtarake apo të tjera do bëhen gjithmonë më të ashpra nëse ti nuk merr masat e tua. Është e qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë bërë që të qartë që nuk duan, pra duan vetëm interesin e tyre në radhë të parë, e kanë hequr flamurin e mbrojtjes së demokracisë. Në këtë rast ndërhyn se po themi Trumpit i vjen keq që u janë vrarë njerëz, po jo se ka parimi i drejtës, ose për shembull ndërhyrja e Maduros ishte për interesat ekonomik apo interesat strategjik të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por nuk ishte për ndryshimin e regjimit. Pra kanë hequr dorë nga flamuri i po themi policët ndërkombëtare. Jo vetëm i policët ndërkombëtare në kuptimin e që ke bërë faj, po edhe i promovimit të vlerave, domethënë të demokracisë apo të lirive dhe drejtave të njerëzit. E kanë hequr këtë flamur. Dhe teorikisht duhet të kishte marrë në dorë Europa këtë lloj flamuri. Evropa është vetë, domethënë, e dobët, dhe kjo e bën që nuk ka njeri për moment që të ketë një flamur të tillë, duke mos pasur një flamur të tillë, duke vepruar gjithmonë në mënyrë të njashme dhe duke pasur një mpirje, po themi, edhe në media, edhe në opinionin publik ndaj këtyre, pra që të duket normale që të vriten 12.000 veta për 2 ditë, domethënë, është e gjitha kjo bën që çdo veprim që do vi më mbrapa mund të jetë një shkallë akoma dhe më të lartë, sepse nuk ka një reagim ndërkombëtar. Secili shtet do e shikojë që tashmë mund veprojë secili me kokën e vet. Na Evropa nuk ka frikë askush, temet që është. E vetmja frikë për momentin është nga Trumpi, i cili tashmë po kthehet në xhandarin e botës, dhe mesazhi që po marrin gjithë ata që janë po themi diktatorë të vegjël në botë është që Shtetet e Bashkuara janë prapë së prapë ajo që është fuqia hegemoniste, dhe as Kina, as Rusia nuk do lëvizin nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës angazhohen. Siç nuk lëvizin në Venezuelë, siç nuk lëvizin tani për Iranin, apo siç nuk kanë lëvizur në vende të tjera për Nigerinë apo këto. Pra duket sikur po pranohet në një farë mënyrë që
Trump edhe mund të ndërhyjë dhe mund të bëjë çfarë të dojë, dhe ne e vetmja siguri që kemi është që ti krahafembrishin Trump. Dhe kjo është një diçka e cila nuk është një framework logjik i bazuar mbi parime, po është një framework mbi llogaritë interesash momentit. Dhe kjo krijon premisat pasaj që bota të shkojë realisht më keq, domethënë në 2026 dhe sidomos në 2027, në cilën domethënë shumë parashikojnë një zgjerim të konfliktit, domethënë urojmë që jo, por që mund të ndodhë, domethënë. Mbetem te kurimi për jo. Normalisht, sepse na intereson shumë, domethënë. Faleminderit shumë për idetë, informacionet që ndat me ne. Faleminderit. Shikues të televizionit Skan, ky është emisioni për sonte, bashkë takohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.